ngjarjes kur vra gjyqtari Kalaja, çfarë ndryshimi kanë për gjykata tani? Kam shumë siguri? Shiko, ju një nga ata që keni reaguar atë ditë, unë ju kam marrë intervistën. Unë nuk shoh në një ndryshim. Përse nuk shikoj ndryshim? Siguria e gjyqtarit nuk është vetëm salla i gjyqit. Jam dakord, aty duhet, patjetër. Dhe tani ka një kontrollin çik më të imtësishëm e gjitha. Por siguria e gjyqtarit vjen më këmbë, ai ndjes pas vinte me biçikletë. Astrid. Me biçikletë? Me biçikletë. Ua. Pra, nuk e vrave në sallë të gjyqit, do ta vrasësh këtë derën gjykatës. Kështu që, por edhe ata që vinë me makina, nuk kam mbrojtje të gjyqtarëve. Po mirë, mbas kësaj ngjarje, çfarë masat janë marrë tani në gjykat e apelit, se ti shkon për ditë? Është vënë një monitor i ri aty, kaq, që fut çantën dhe mjetet që kanë çdo personel. Vetëm kaq. Po kontroll tjetër? Ose mbrojtje tjetër për gjyqtarët? Ka persona që mbrojnë? Absolutisht. Një policë që rike rruga për jashta para gjykatës. Pa i bën trafikun? Pa i është më shumë për trafikun se sa për... Dhe kaq? Nuk ka. Ti duke thënë që gjyqtarët përsëri janë të rrezikuar? Patjetër. Shiko, kanë bërë një zgjidhje shumë të bukur në gjykatën e posaçme. Po? Punonjës i drejtorisë përgjithshme të burgjeve, punonjës policie, janë aty për kontrollin, për mbarvajtjen, për të gjitha, pjesëmarrjen në seancë. Gjithmonë ka një nga ata punonjës policie, gjithmonë të sistemit të burgjeve. Kurse, për gjykatat e tjera nuk e bëjnë këtë gjë. Po pse? Gjitha kafshë janë të barabarta, po disa kafshë janë më të barabarta se tjerët. Po. George Orwell, që e ka thënë të piramidë. Po, nëse është mundur regjia në shfaqi polifoton me prokurorët e SPAK-ut, nëse është mundur, ja, tani vinte institucioni mirë nësishëm i drejtësisë. Unë po pyes një nga njerëzit më kompetent për të folur. Zoti Doja, si është ky institucion sot? Shiko, unë nuk mund të them si institucion është në lartësinë e duhur. Por, jo, është në lartësinë e duhur, është duke bërë një punë të mirë, një pjesë të gjërave i kanë marrë të gatshme, sepse atëre, në rast se prokuroria e krimeve të rënda hetonte, prokuroria tani në gjithë të grupet kriminale që ka arrestuar, më shumë ka bërë zbardhjen e përgjimeve të ardhura nga shtetet e tjera. Këte nuk ka përgjuar vetë, ke fjellë? Pra nuk ka bërë veprime hetimore. Më shumë është marrë me zbardhje. Kurse, për herë të vërtetës, prokuroria e krimeve të rënda të asaj kohë, që një pjesë e tyre kanë qenë dhe atëhere, bënin hetime të mirë fillta. Dhe kanë dënuar jo pak organizata kriminale, grupe të strukturuara kriminale edhe gjitha. Kjo është diferenca. Pra, i kanë gjetur i gjërat e gatshme, doon që kanë bërë këto goditjet e mëdha, për ashtu për politikën që... Zoti Doja, në fillim të dhjetorit, ne do kemi drejtuesin e ri të SPAK-ut, mes Adnan Xholit, Doloreza Musabelliut, Elvin Gokaj dhe Klodian Braos. Tani, cili është mendimi si po shkon gara njëherë dhe si shikon këta katër? Shiko, megjithëse është i pari, Adnan Xholi është një prokuror me përvojë. E një personalisht? E një personalisht. Ke pasur çështje? Po. I ke humbur e ke fituar? Shiko, nuk flitet me humbur apo fituar, sepse... Po me çfarë flitet? Jo. Sepse
Ta fitosh një çështje, do të thotë dalësh nga ajo gjykat me pafajësi. Po. Kini parasysh që 0,3% e çështjeve mund të marrin pafajësi. Në SPAK? Në gjithë sistemin. Gjithë sistemin? Pa. Po çfarë bëni ju avokatët? Urdha? Çfarë bëni ju? Pikërisht pra, do në bëhet çfarë thot prokurori, nuk thot bëhet çfarë thot Republika Prokurorë. Gjithsesi, e kishim fjalën. Po, Adan Xholi. Është për mua e meriton të kandidoj. Jo të kandidoj, ka kandiduar ai tani të drejtoj. Jo, që ka kandiduar, po edhe të drejtoj. Doloreza, gjithashtu është me eksperiencë. Ka një vite, ka qenë ke prokuroria e krimeve të rënda, sikurse edhe Adnani, është tani tek prokuroria e posaçme. Është e zonja. E vlerëson? E vlerësoj, është e zonja. Pra, unë të besoj, zotë. Shiko, prokurori, ne njohim mirë prokurorët, edhe nga mënyra se si debatojnë në seancë. Çfarë cilësish ka Doloreza? Doloreza di të mbrojë akuzën. Se më kujton Dolorezën Velaj. Është një Dolores Velaj e dytë. Vërtet? Është shumë gjithë ata që nuk e njohin. Është shumë luftarake. Prokuroria femës zonjë e parë në historinë e prokurorisë Tiranës. Dhe besoj që ka të tjerë drejtues. Jo, ka pasur. Ka pasur? Drejtues prokurorie the. Drejtues prokurorie, po. Ja, ajo është vetmja, e para dhe vetmja. S'ka drejtues prokurorie. Në Tiranë s'ka pas. E vetmja dhe vazhdon akoma. Po, ka qenë, ja, nuk vazhdon. Jo, vazhdon akoma që mos ketë femër. Po, e vërtet. Dolores Velaj ka qenë e vetmja, e para dhe vetmja. Në Tiranë. Edhe ka qenë burnesh. Burnesh. Atëherë edhe pse ishte sistemi i centralizuar i prokurorisë, i lindet lirë prokuror. Ka marrë malli dhe e përshëndesim nëse na ndjek Dolores Velaj se ju keni pasur goxha çështje atëherë dhe vitet 97. Kam punuar edhe para 90-s. Edhe para 90-s. E ke njohur edhe para 90-s. E kam njohur edhe kur kam qenë fëmijë. Sepse ti emrin e kam pas drejtoresh të shkollës. E përshëndesim prokuroren Dolores Velaj se me të vërtet kaloi gjurmë mira në punën e saj si prokurore. Tani, një Dolores tjetër më thon zoti Doja që një femër, pra një zonjë, se ne shqiptarët e themi femër dhe kjo është gabim në artikullin, po një zonjë mund të jetë drejtuese. Do në qoftë se Doloreza Musabelliu do ishte drejtuese, si do shikojë prokurorin? Ndryshe, do funksiononte si në kohën e Dumanit, në kohën e Krajës? Shiko, nuk është puna sepse do që ta ndash kohën e Krajës. Në kohën e Arben Krajës ajo sa u krijuar. Nuk ishte një strukturat akoma, BK-ja nuk ishte farë, nuk ishte krijuar. Kështu gjë, ajo fillovi funksionimin tamam mbas 3 vjetësh kur erdhi zoti Altin Dumani. Dhe ka funksionuar mirë për hir të vërtetës. Kanë bërë punë. Kështu bën vrejtje kështu Republika Prokurore për këta i vlerësoj ama. Shiko, në aspektin e punës të bërë konkrete, është bërë goxha punë. Pastaj, që ka në për sirtare, që unë nuk e di. Po, dhe po t'ishe Doloreza? Si e pra shikon? Shiko, Doloreza do jetë me këmbë në tokë. Edhe Adnani, ja? Jo, edhe Adnani e maruat e thatë ju. Folët mirë, po në qovë se do ishe, se zonjë është... është mundësh. Edhe ajo do të... E madhe presion e politikës? Do të drejtonte me dorë të hekurt. Ajo. Doloreza. Për zotin Elvin Gokaj? Zotin Elvin Gokaj, unë e njoh që në Pogradec, drejt në Shkodër. Ai është nga Shkodra apo nga Pogradeci? Se i ka qenë prokuror atje. Në Mat ka qenë prokuror. Po, ka qenë prokuror në Mat. Por ka qenë në apel në Shkodër. Po, në Shkodër. Po. Nga është? Me origjinë nuk e di, të t'gjinjej. Se kanë filluar, jo, e di pse pyeste, se kanë filluar edhe këto klani Dibranëve, klani Skarpalive, se këto po këto janë. Këto janë për ne aq vend jemi. Jo, duke qenë se Musabelliu dhe Brau janë nga Skarpari, klani Skarpalive. Zoti Xholi është Dibran i Dibranëve, po këta folklorike, nuk janë vend. Jo, nuk janë vend. Elvin Gokaj? Elvini tani ka filluar në SPAK. Në SPAK.
Eksperiencën e më pashme e ka pasur në prokurori Rrethesh, në prokurori Apeli në Shkodër. Është djali i komunikueshëm. Nuk e njoh shumë. Se pasur çështja. Një çështje që kam pasur, e ka zgjidhur objektivisht. Objektivisht do të fitove ti apo fitove? Nuk ka punë fitore. Për shembull, ne kërkonim bëm një ashtu memorje për punën e kompetencës dhe pranovi e dërgoi. Po. Ju e vlerësoni këtë gjë? Ishte objektiv. Ju e vlerësoni këtë gjë? E vlerësoj patjetër sepse të qenurit objektiv. Nëse zoti Gogaj do ta drejtoj SPAK-un, si do funksionoj? Me to mendje që do funksionoj ashtu siç duhet, nuk është. Shiko, jo, ka të bëj drejtuesi. Shiko, drejtuesi ka të bëj shumë, por domthon që të vlerësosh një drejtues, duhet të dish edhe anën menaxheriale të tij, sa mund ta menaxhoj. Dhe prandaj të thash që nuk është se kam një. Okej, Klodian Brau? Klodian Brau është një prokuror që është tamam me i aftë, është këmbgulës në atë që ashtu dhe për mua mund ta drejtoj shumë mirë. Po, nga të katër këta, më mirë ke folur për të drejtuar Doloreza Musabelliun. Pse? Shiko, edhe për Adnan Xholin, edhe për Klodianin. Po për Dolorezën folin çik në mënyrë më të veçantë. Fola sepse është femër. E ka thënë Arber Akive dhe lapidare, femrat nuk do hanë dreka darka. Domethënë, jo, nuk është puna, është shumë e komunikueshme. Është shumë e komunikueshme. Ajo për proceset të merr në telefon, asnjë tjetër s'të merr në telefon. Si të merr në telefon? Avokat, kemi këtë problem me pandehurin që ju mbroni. Mund të merr vetë. Është normale kjo? Shumë normale. Shumë normale. Dhe të bashkëpunosh me avokatin. Është shumë normale. Pa u futur në për... Absolutisht. Pa u futur në për... Shiko, bashkëpunimi është ligjor. Është ligjor? Është ligjor. Mua mund të më kërkohet nga prokuroria një bashkëpunim. Nuk ka, ne mund ta zgjidhim çështjen. E kuptoj. Edhe pa vajtur në gjykat mund të bëjmë marrëveshje me prokurorinë. Unë pranoj këtë, dua këtë lehtësi, duhet të edhe vemi në gjykat me një mendim të përbashkët. Kjo nuk është as korrupsion as gjë, por e parashikon dhe ligji. E parashikon ligji? Po, patjetër. Okej, avokat, ka dhënë një alarm zoti Dumani në raportimin e tij në Komisionin e Ligjeve, ka thënë që për një vit e pak, 9 prokuror mbaron mandatin. Çfarë do të mos me SPAK-un? Se ti the s'ka gjykat, po e imagjino, 20 janë këta, hiq 9, gjysma. Sipas ligjit do ikin këta, do vinë të tjerë. Po jo, po si do vinë të tjerë? Se i tha, është bosh prokuroria për një vit. Për një vit, si që mbaron mandati i Dumanit në dhjetor, që tani filluan kandidaturat dhe po shërtohen. Jo, a ka kandidatura për të zëvendësuar 9 prokuror? Do të hapet... Se ju tha s'ka gjykat, s'pas as prokuror? Qiko, as prokuror s'ka, por nga këta që janë, dhe që plotësojnë kusht, kriteret... Do të futen në... Do kandidojnë. Kjo është rruga që i ka lënë ligji, që mund ndodh me ndryshimet, sepse duhet t'jenë edhe ndryshime kushtetuese. Tani kam një pyetje, po i bëm presion. Pastaj, po? Ka një gjë, domethënë që edhe vetë ligji është i paqartë, ju mbaron për 9 vjet? Ka një hapësirë. Ka një hapësirë aty që duhet parë. Apo e mban presionin SPAK-ut prokurorisë apo politika, zoti doja ka një ekspansion dhe doj që ta sfumoj drejtsinë dhe ta vër, ta ketë për vete? Shiko, politika në çdo vend të botës kërkon që drejtsinë ta ketë në sjetull. Po këtu
Këtu do ishta ketë komplet, do të thotë? Shiko, tendenca ajo është, dhe pikërisht varet shumë edhe nga drejtuesi dhe nga se sa mund ta bësh për vete prokurorin edhe gjykatën. Sepse po flasim për prokurorin, por edhe gjykatën. Tendenca e politikës është ta ketë. A ndikon politika, zoti Doja, në drejtësi? Ka ndikuar? Shiko, që të them, duhet të kem raste konkrete. Prova? Po, prova. Po ja të them një provë. Partia Demokratike, zot Berisha, thot Altin Domani krye terrorist, SPAK-u është organizat kriminale. Shiko, më vore në qikë në siklet, në siklet, jo për atë. Po pse vetëm ti në siklet ata në sallën e gjyqit? Sa herë vetë prokurori në siklet sepse të thuash organizat kriminale. Aq më shumë nga zoti Berisha që ka qenë kreu i shtetit. Ka qenë kreu i shtetit, ka qenë në të gjitha kryetari i KLD-s, me detyrë. Pra, edhe në drejtësi. Nuk është e drejtë të flitet me atë gjuhë. SPAK-u mund të ketë meta, defekte, por nuk mund të aludosh që kemi të bëjmë me organizat kriminale me absolutisht. Se të pro. Dhe ne këto i themi kur gjërat na bien në shtëpinë neve. Nuk i themi përpara. E bukur. Pra, në shumë raste politika vetë SPAK-u është duke bërë detyrën, është në lartësinë e duhur. Dhe kur ndodh pastaj? Dhe kur ndodh, jo SPAK-u kështu, jo SPAK-u. A e patë arrestimin ose dërgimin i qelit Nicolas Sarkozy, ish presidentit Francës? E pash. Doja një koment tani, si është, se ne për të vërtetës kemi zotin Berisha president dhe kryeministër izoluar, zotin Meta president, kryeministër, zëvendës kryeministër, ministër disa herë dhe deputet i arrestuar, kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Veliaj, të arrestuar, po edhe Ilir Beqa, Arben Ahmeta, zëvendës kryeministër që është në kërkimet e tjera. Si e komentoni atë pamje, se ne kur shikojmë ato në Francë, pastaj atje presidenti i Francës futet në burg tani, më fal tani. Atëherë të gjithë emrat që përmendet ju të politikës tonë dhe që janë në burg, apo detyrim paraqitje apo me masa sigurie, janë të tillë sepse sipas pretendimit të prokurorisë mund të prishin provat. Po. Rasti i Sarkozys. Çështja ka ndodhur shumë vite përpara. Dhe ai s'është në detyrë. Dhe ai nuk ishte në detyrë vërtet, por provat mund t'i prishte. Se një ish president ka ndikim. Ka ndikim. Mirë, po Franca nuk e futi në burg asnjëherë përpara se Po këtu në ta Shqipëri? gjykonte. Këtu në Shqipëri kjo është një mete madhe. Ne çdo gjë hapin e parë e bëjmë në arrestimin. Por arrestimi nuk është mjet për të krijuar të dhënë kohë ty për të mbledhur provat. Absolutisht jo. Dhe prova merr fuqinë provuese në gjykat. Atëre, ti çojë në gjykat, dënoje, dhe i thuaj hajde i qikë këtu. Je dënuar kaq, ke për të bërë këtë burg, ashtu si që ndodhi me Sarkozyn dhe e mbështeti populli i Francës për mënyrën se si ai vajti vetë me një qytetari të jashtëzakonshme vajti për të kryer dënimin. Kjo duhet të jetë modeli dhe në Shqipëri, zotë Doja? Patjetër, po jemi shumë larg. Po pse e kemi ne këtë? Shiko, burg. Sepse shiko, e kemi qik edhe për karierizm. Në që kuptim? Kemi atë, shiko, unë arrestova presidentin, unë arrestova kryetarin e bashkisë, unë arrestova këtë, unë arrestova atë. Kjo është gabim i madh. Kryetarin e bashkisë e ke për Olsidatën? Për Olsidatën e ke?
Nuk e kam... Konkretisht? Po, konkretisht, domon për prokurorët. Por, unë them për frymën. Ora, edhe për një qytetar, nuk është... ka një krim flagrant, ka bërë një vrasje, ka bërë një... Por, jo për çdo çështje, ne për shkelje të rregullave të qarkullimit, drejtim të automjetit në mënyrë pa rregullt, e marrin e plasin brenda.